O, premtim publik. 6 muaj të ardhshëm, kur gjë s'kan me bë kandidat çka kena më ju bëna. Dirja. Përshëndetje, zoti Arben. Kush është analisti yt i preferuar? Po, lloj, s'po di, zoti Arben. Une analist, me bo me ardha ty. Zoti Arben, Po i dashtem. Ko buren mbi tavolin si Gjafo Idrizit dëshmitari javni Rustemit dhe mi thonë, mjaft ju tash unë jam analist këtu. O, të lumë dë dora o shoku Gjafo. Po. Ja, ma. Dy lutëm, patsore, me argumente, me bizqeshje, me biseda, me... Tregon që është problemi i dashtë nga përna telefonon? Po, zoti Arben, Gjafer Ahmeti prej fshatit me Alish deshta me të përshëndet ty, edhe gazetaren që ke edhe kamermanin a ditë në fshatin tim. Unë e deshta me demantua të zyrtarin e Kecit, se posh në lojme që nuk është e vërtet ajo, po me i thonë masi ke ardi edhe ke intervenu, po qka ke intervenu? Ku po zhiet ajo punë që ti ke intervenu? Nimi Aliqë, po se e patëm një storje pas taj këtë. Po, e poshën e storjen edhe poshë reagimin ati zyrtarit Kecit atje, po nuk e citi me emën cili kja i s'ka gudzu emnin me qitë, se unë me njëherë e kësha thirë dhe kësha honë, kështu shullë shqip mu s'ga bo me rajt. Më ndiq të premtën, ta kem Kecin drejt për drejt edhe do të kasë unë. Zoti Arben, unë e i ko me emnat e ty nëse që 24 vjetë jena ljodh me ato, ti veç i kanë pomjet, unë të merë në kitë shekull, edhe se ke jeshtilat jetelat. Shuj më rezot njëse o more me shku me kërku shërbim, kur nuk e minë bonë dhe nuk e qetë. Mund vjen keq, a i nashta, se dhja ndëgjën, a nuk e ndëgjën, veç me thonë, mos ga bot pa vërteta me thonë, se me konë me intervenu, 20 metra kablo bystek i kemi kërku, veç mos të prekun telat në tukë, fëmija mos të kanë problem. Haj, zët, 20 metra kuptova. Unë ju përshëndes, pun të mora... Që dra me ne të premtën do të bisedoj në detaje me. Do të ndëgjaj. Faleminderit.